Lindja mesme është sërish në prap të luftës, tensionet e gjata mes Iranit e Izraelit kanë arritur në nivelet më të rrezikshme pas sulmeve të fundit mes dy shteteve. Operacionet ushtarake reciproke kanë shkaktuar shkatrim nga Tel Avivi deri në Teheran, ndërsa një deklaratë e rëndësishme nga e kaluara është rikthyer në qendër të vëmendjes. Pranimi i tronditës i Ahmadinejadit. Në një intervistë ishte presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad e dhënë vite më parë dhe që het dritë mbi përmasat e luftës së inteligjencës mes dy vendeve, është rikthyer në diskutim. Në këtë intervistë Ahmadinejad tregon se gjatë kohës sa ishte president, kishin krijuar një njësi të posaçme për të shkatruar shërbimi sekret izraelit Mossad, por se personi që u emërua në krye të kësaj njësie doli të ishte agent izraelit. Ahmadinejad thekson se shtrirja e inteligjencës izraelite brenda Izraelit është e thellë dhe se Izraeli kishte deportuar në pikat më të ndjeshme të shtetit. Kjo deklaratë rikthehen në vëmendje pikërisht në një kohë kur Izraeli, pas 8 muajsh përgatitje, kreu operacione të sofistikuara brenda territorit iranian. Një fazë e re në luftën Iran-Izrael. Thuhet se gjatë këtyre operacioneve Izraeli ka shënjestruar drejtuesit më të lartë të ushtrisë iraniane, përfshirë edhe shefin e shtabit të përgjithshëm. Si kundër përgjigje, Irani ka nisur sulme me raketa balistike në drejtim të Tel Avivit dhe qyteteve të tjera izraelite. Në këtë përballje të rrezikshme ku asnjëra palë nuk po të riqet, deklarata e Ahmadinejad nxjerr edhe një herë në pa dobësinë e sigurisë së brendshme të Iranit dhe suksesin e operacioneve të inteligjencës izraelite, veçanërisht fjalia në krye të njësisë kundër Izraelit kishim një agent izraelit, tregon thellësinë e kësaj lufte të fshehtë mes këtyre dy vendeve.